Sot na bën bashk Prishtina Open, si gjithmonë qendër e sportistëve nga shumë shtete të botës. Do të mësojmë detaje nga organizatorët, po e kemi në studio për turneun e ping-pongut e kemi Kastriotoranën nga Priping Prishtina. Mirë se vjen. Përshëndetje për juve në edhe për këtë dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit për ftesën. Edhe në krahun tjetër e kemi një mysafir nga Londra, Eli Barati, që është pjesë e eBet Academy nga Londra. Welcome. Thank you very much. Thanks for having me. It's a pleasure for you to be here in our studio. Thank you. Do të diskutojmë gjëra gjatë për ping-pongun, do të diskutojmë për këtë turne që tërheq shumë vëmendje nga shtetet të ndryshme të botës. Kastriot, e nisi me ty. U përmend një numër i madh i shteteve, sa shtete marrin pjesë, edhe sa garues do ta frekuentojnë Prishtinën gjatë këtyre ditëve. Prishtina Open 2025 është edicioni i tretë i turneut Prishtina Open. Këtë vit e kena një rekord numrit të shteteve pjesëmarrëse, edhe pse turneu është individual, domethënë secili vjen garon individualisht, por e përfaqëson një shtet. Janë 25 shtete, pe këtë venave ndryshme të botës, pej rajonit, Evropës, Kolumbis, Brazilit, Iranit, Turqisë, Egjiptit, edhe vene ndryshme që... Edhe Irani ka ardha? Kena edhe një lojtar pej Iranit. Okej. Edhe ka lojtar ndryshëm, pak 2 pasim pej Iranit sa here. Ka Laramanit të pjesëmarrjes, që është interesant që ka shumë pjesëmarrës të shteteve që se ka njohur Kosovën, që përmes sportit po mundohem me bëu një ping-pong diplomacy, për me bëu cilët që kthehet në vend veten, pak një lajm të mirë me kallëzu për Kosovën, për neve është një plus, që na shkon edhe në veshën e duhur të vendimarrësve të shteteve tyre për me na njoft pavarësinë e Kosovës. Kështu që përmes sportit ping-pongut po mundohem me bëu një diplomaci sportive. Ka pej rajonit, pej Ballkanit, pej Bullgarisë, Kroacisë, Gjermanisë, Francës, ka shumë pej Anglisë, prej Londrës, ku e falenderoj edhe kolegun tem Eli Barati, i cili ka promovuar në Londër aktivitetin ton, edhe bashkë me Elin kanë ardhur edhe 2-13 lojtarë ti edhe të Anglisë. Ka edhe pej Walesit, kështu që ka një laramanit pjesëmarrjes. Prishtina Open luhet në disa kategori. Nesër janë nisin U19 edhe veterant, të shtunën janë nisin U13 edhe grupet e seniorëve, ndërsa dilën U19 edhe faza kryesore e seniorëve, domethënë pjesa skeleti që shkojnë deri në finale. Gjatë këtyre 3 ditëve do të zhvillohen mbi 580 ndeshje këtë kategori, kështu që është një punë e madhe edhe për efert, për gjyqtarët, po edhe për neve si organizator, si klub. Shikust mund me ardhë kur do me pa loj, po në Facebook, po në webfaqen e klubit e kanë edhe orarin që mund me përcjell kur do me pa finalet, qoftë ndeshje tjera. Mirë po, gati 300 ping-pongist. Kur do që të vinë mund me pa loj të mira, edhe se ka konkurrencë shumë të jashtëzakonshme të madhe, i kena pa edhe pej. Na shortin kur e bujna pas ranglistës botërore. Okej. Që me i bu top seed, domethënë lojtarët kryesor. Po. Kështu që secila ndeshje finalen vete, edhe me nëzi po pres me bu nesër me janis me kështu lojt. Si zotnivre, më ullin palestër, i ki krejt garus për para dhe veç kime këshur ping-pong. Kisha pas që më qarë si zotni, për ka gjithë punë që jo për juve, jo për juve, ja, për shikusin po thonë, jo për juve. Unë më thëmë që unë kisha pas që më qarë të si zotni edhe që me këshur lojt. Po doli me pak te Eli nuk është hera parë që viziton Kosovën, po e pyesim pak për përvojën e tij në Kosovë. Eli, I've heard that this is not your first time in Kosovo. How is your experience in Kosovo, exactly in Pristina? Well, for me personally, it's been amazing, so good that I keep coming back. Për mua ka qenë, thot Eli, shumë përvojë e mirë, prandaj edhe vazhdoj që të vi këtu. And ultimately, because I've enjoyed it so much, and now I'm bringing a group of players with me. Pasi që kam shijuar edhe vetë, kjo është edhe arsyeja që tani kom sjell edhe garues tjerë me vete. And also we have a great relationship, myself and Cass. We've made an official agreement between my club and his club, where we will help one another
Po ashtu I kemi edhe raportet e mira thot me Kastriotin edhe kemi arrit një marrëveshje që klubet e tona të bashkëpunojnë në mënyra të ndryshme. And we do this by bringing players to my club, we share knowledge, we share experiences, and I bring players over to you guys. Edhe thot që mi marrë vesh që në kuadër të kësaj marrëveshje garuesit nga Kosova vinë atje për të marrë përvojë dhe në njëjtën kohë nga atje vinë këtu më pas për përvoja të reja. This is a good example of working between two countries. How do you rate Pristina Open? You've seen it before. Tash po e pyes se si e vlerëson turneun e Pristina Open, pasi ka qenë edhe më herët. So obviously this is my first time in terms of Pristina Open Championship tournament. Është hera e parë që e provoj me garues turneun e Pristina Open. But I did witness it from afar, from social media, and it looked amazing. So I decided, let me bring a whole team. Por e kam parë edhe nga rrjetet sociale edhe kam parë garat nga rrjetet sociale dhe kam thënë pse të mos e bi ekipin, duhet ta bi ekipin që të marrë pjesë këtu. And in that team we have some of my top young players alongside England #1 junior. Edhe në mesin atyre garuesve thot kemi edhe garues që janë në numër 1 në kategorinë e juniorëve në Angli. Nice one. Thank you. Nice one. And you're welcome, you know it. We always feel welcome and we appreciate it. Thank you very much. Kastriot, çka mund të pritet nga ky turne ose me bëni një farë krahasimi të shkurt me turne të tjerë? Ku është dallimi me turnet e tjerë të organizuar më herët? Po flasim për Pristina Open gjithnjë. Me një fjalë, spektakël. Pritet me pas në Pristina Open 2025. Ka kampion të botës, kampion të botës në Pristina Open. Në sportin e ping-pongut. Na luajna table tennis, që është një dallim shumë I bënoj luet ngjashëm, por një dallim mes ping-pongut dhe table tennis e luajna në Kosovë. Bënoj në botë, luet ping-pong dhe table tennis, na e përdorim me një term ping-pongun. Dallimi është për ata që nuk e dinë, table tennis, që luajna në ping-pong është me guma, reketa e ka gumën dhe ka rotacion. Dërsa ping-pongu, që është që zbulu para shumë vjete, nuk ka rotacion. Ka sandpaper I thonë, është si letër gres, edhe është teknika tjetër që luhet në ping-pong. Do të thonë pa guma. Tash në 5 mars s'mundesh me luajt mirë ping-pong pa ditë me luajt table tennis. E një prej tyre është kampioni I botës në ping-pong, do të thonë pa fërkem, që ka me luajt në Pristina Open. E shumë vështirë me luajt pjesën pa ping-pongun e klasikun, se pse të ofron ky moderni të ofron mundësi më shumë. Ka shumë mundësi se ka rotacione të serva, të spinit, të llojet e rotacionit topit, serva ndryshme. Bënë shumë mirë me këto bënë shumë mirë se kemi shumë dëgjues që mundën me dëgju këto momente edhe mundën mos me qenë të afërt me sportin e ping-pongut. Që ngojnë këtë edhe shumë mirë me zbritet ta me shkruajnë ping-pong vs table tennis. Edhe mund me po dallimin shko grafika. Realisht unë kom insistuar në federatën e ping-pongut, kom bë propozim edhe në kuvendet e federatës me ndryshuar emrin për shkak të këtyre dallimeve. Na do të thonë tenis tavoline. Këto s'do të më vendosin, do të më vendos letrar, ose gjysor, ose kush është përgjegjës për ping-pongun. Me fjalën ping-pong po më bë tenis tavoline, masa tenis turqisht, tenis tavoll është italisht, table tennis është anglisht, tish tenis është gjermanisht, Gjuti ras kompletot. Kështu që ka shumë këtë thonë tenis në tavolinë. Tash mund të thonë tenis në tavolinë, tenis tavoline, çdo që e shohim të arsyeshme. Ama nëse kthejmë kështu në perspektivë, edhe unë, edhe familjarisht të rrethi nuk është sport I papopularizuar ping-pongu. Unë për vetë luaj kështu privatisht. Këtë luajnë në familje kanë luajt, po mënoj privatisht, jo profesionalisht. Po edhe ka edhe shumë njerëz që përmendin që merren me ping-pong. Këtë e luajnë si hobi, që për neve shumë mirë që ka shumë që luajnë, por çata për dallimin mes hobit edhe absolutisht profesionistit është shumë I madh. Është një var kalkulime që kanë bëu. Mu kon kampioni I klasës ping-pong. A dhe kështu për marrë një klasën thjesht me thonë, është
kampioni i klasës, dhe shkojnë në një kategori tjetër, kampioni i shkollës, kampioni regional i ping-pongut në nivel amator, kampioni kosovar i Kosovës në ping-pong amator, zi a mundet me mujt në i lojtar profesionist qoftë edhe i 50 në Kosovë ranglist ping-pongut, do të thonë një profesionist. Kështu që është një dallim kaq i madh, so që po duhet të demotivu ata që nuk luajnë profesionalisht, po ndoshta më motivu me ardh dhe më bë pjesë e klubeve që më mësu taktikat edhe foret që mësojnë anë në për klube për më luajë çdo. Sporti ping-pongut konsiderohet për nasës si një prej sporteve më të vështira në botë për me u perfekcionu. Ka qenë edhe para 3-4 vjetë kam bënë var hulumtimi, po thon për me luajë çdo. Se ka qatë shumë elemente, është shpejtësia shumë e madhe, distanca shumë e vogël mes dy lojtarëve, kështu që shpejtësia, rotacioni, koordinimi dorë me sy, ti s'mundesh me përcjell topin e ping-pongut me sy, përcjell me koordinimin e dorës që e bën edhe ding. E tash kjo disa janë shumë faktorë që i kanë analizu, edhe kanë thonë që një pej sa do të thonë. Po ki artikuj plot që kanë shkruar për këto mundesh me këtu na det me bën ashtu si temë interesante kështu për me sporti një prej më të vështirë po ashtu është kërcimi me ski, domethënë ti tash me tona vëlshosh me kthy me skia që është aktiv në ski jump. Besoj që ta mërmenja. Jo. Kështu që ajo është një prej sporteve tjera më të vështira, edhe kërcimi i shtogës pa shtogë. Domethënë me ka përsyetur atë që kthen 2 metra gati. Me shpinë. Po, që to janë high volt, atë që vjen. Po, më duket një prej tyre se. Volt. Kështu që janë 3 sportet më të vështira për me u perfekcionu, për me luajtur me një nivel të lartë botëror, çato janë si. Për me luajtur në ping-pongjes çu çdo ti vin 7-8 vjet ushtrimi. A më shumë dëm ping-pongun. Unë shumë dëm ping-pongun. Koja mos më dorë si shamar. Kur fol se të përcjell edhe kështu edhe në komunikim tash, domethënë me çast shumë dashni fol për ping-pongun sa është e pabesueshme. Kështu që është mirë me qenë i motivuar, por shpresoj që keni edhe mbështetje në këtë drejtim, se pa mbështetje është problem. Për vërtet, kena mbështetje, po du mi falenderu këtë për krasit partner sponsorat, s'pi përmeni me emra një ka një se ka plot, se cilim ta ka të vetën edhe njërat veta ka përkra. E rëndësishme është me të përkra. Po. Besoj. Po duhet me falenderu Departamentin e Sportit Komunës Prishtinës, se jënë partner për ditës të parë të themelimit, Federatën e ping-pongu që na ka përkra teknikisht edhe me pajisje sportive që pato s'kishe mujt me i realizu të në këtë aktivitet, edhe do 2-3 partnera kështu kryesor që kena IPCO në LB Banka edhe Termaria Gjelbert, Alba Ceramika që janë kështu financiarisht që përkrajnë klubin, ndërsa ka shumë sponsora tjerë që janë qoftë me in kind, me kontribute, qoftë me shërbime që na kanë përkrajnë në këtë aktivitet. Kështu që ka partnera, ka përkras, ka sponsora, edhe i falenderoj mediat që na kanë jep mundësinë me promovu aktivitetin. Po besoj kjo ish dosh me qenë e dyashme pasi edhe në aspektin e promovimit shtetit është një farë lloj diplomacie. Vinë shtete, 25 shtete, nëse s'gaboj, ishin total që marrin pjesë. Janë 275 lojtarë, po këta ata lojtarë vinë me një trajner, vinë me një Po, absolutisht. Dikush me prind, dikush me shok, dikush me familjar, kështu që numri i personave që kanë ardhur që vinë në Kosovë këto 3 ditë e ka lënë 400 persona. Edhe këta ata kanë me pi kafe, kanë me hangër diçka, kanë me pi diçka që është edhe ndihmës në aspektin ekonomik. Kështu që po mundom na me kry punën tonë pjesën sportive edhe me po dolëm pak te Elli, pyetjen që ja bëjmë krejve. Po e pyesim se si vlerëson ping-pongistët kosovar. Elli, I would like to know your opinion on table tennis, Kosovo table tennis players from what you've seen so far. So having seen them for the past 5 years, I think they have so much potential, and they love this. Në 5 vitet e fundit mendoj që kanë goxha potencial. They love the sport. The focus is great, and the will and grit is very high. Dashuria për sportin thotë nuk i mungon, e kanë talentin dhe fokusin. I think the ultimate current situation, which may be difficult for them, is the infrastructure. Aktualisht mendoj që një nga problemet që mund të jetë problematike në këtë fazë është infrastruktura, which is one of the reasons why I collaborated with CAS, so we can try and help mold this together and elevate it. Dhe kjo është një nga arsyet dhe me të cilën e kemi bashkuar forcat me Kastriotën që të mund të ndihmojmë në këtë situatë. Well, great. What are your objectives on Pristina Open? So for me personally as a player? For your team as a whole.
Well, I think some of my players are just here for the experience. Mendoj që disa nga garuesit e mi janë këtu vetëm për përvojë. Others, such as the #1 junior, is aiming to try and win the junior category and do well in the adult category. Edhe tjetri që është numri 1 në Angli në kategorinë e juniorëve, sigurisht e synon majat për të u bërë gati më pas për pjesën e të rriturve. And for myself, bring my bat out of the suitcase, maybe try and win the over 40s. Edhe unë personalisht do të hyj, do ta marr raketin thotë dhe do ta provoj që ta fitoj turneun e 40 vjeçarëve. Veteran. Veteran, yes. We wish you the best of luck. Thank you so much. Kastriot, Një detaj shkurt kisha dashur me tregu pak për dëgjues që klubi ping-pongut Priping 2021 e kanë nënshuar një kontratë bashkëpunimi me Akademinë Elli Barati, që është një prej akademive më të mira të Anglisë, të Londrës fakt. hey, që shkesh për temë vëlla. Super. Po, shumë mirë. Mos të kuptohem nëse ja kom hucën e sandit do të më përmirësoj. Tregoj pak historik kështu të. Jo, kjo shumë e nevojshme. Edhe na kena marrë pjesë 2 herë, ne kena marrë pjesë në kamp zhvillimor, ne kena marrë pjesë në turne që ka organizuar edhe. Do me thonë, lojtarët tonë kanë përfituar eksperiencë prej lojtarëve anglez. Dallimi mes Kosovës dhe Anglisë është goxha i madh në aspektin e masovizimit. Në Angli ka shumë shumë interesim. Ka shumë interesim, normal edhe popullata më e madhe, po edhe në aspektin e kualitetit Anglia ka nxjerr kampion evropian grup mosha ndryshme të juniorëve, edhe top lojtarë të Evropës edhe në botë kanë qenë ranguar shumë lart disa lojtarëve të Anglisë. Kështu që na kena çfarë marrim se këtyne, po edhe lojtarët e Anglisë që vinë në turnierin Prishtina Open marrin eksperiencë për lojtarëve të shteteve ndryshme që garojnë në këtë turner. A ka vlera financiare për fituest? Po, se këto harruam e përmend? Është 5500 euro. 5500 euro, po i dhonë mëre. Të provoj. Turniri ka qenë i hapur, u mbylla fati me regjistrime para 3-4 javës, tani është pjesa e publikimit të listave. Kështu që këta nuk vinë bashkë java. Perfekt. I lojnë do parë, i marrin do parë që ta fitues. Kështu që është një fond për Ballkan është goxha i madh, në Evropë ndoshta edhe ka turne që jo befasove më shumë, se prita që kaç. Është, po ka shumë kategori, kështu që ju bën secili më marr ka pak, po them pak, po s'është pak. 1500 euro ka i vani parë në senior, kategorinë kryesore. Po duam të përmend një risi që po më risi, një aktivitet që e bujnë jashtë pjesës gara. Kompania po më dyqani Zone Mobile i pajisjeve telefonike e ofron një iPhone 16 për shikuesit e ping-pongut, jo për lojtarët. Po për shikues që vinë me këtu aty ne ka po më mira për shikues edhe shikues, çata zotnit që vinë me këtu ping-pong, ka mundësi me fitu një iPhone 16 përmes biletës që e blenë në Zone Mobile, është 1 euro bileta, domethënë sa një kafe me ble. Okej. Nuk e për një kafe, shkon e blen një bilet 1 euro në Zone Mobile, edhe bileta ndahet në 2 pjesë, gjysa e biletës hen në kuti. Gjysa e mon vetë, jënë me numër serek. Fituesi i turnirit, të më thonë për me pas dyshime jo e ka organizu këna mjep të këmi jep, kampioni i turnirit, masis të krym lojen, e tërhek një numër prej kutis, na se dina kush ka më po kampion, a se dina kush ka me fitu iPhone-in. Anonim komplet. Po me rëndësi, masi që të kryet finalja, dikush e merr një iPhone edhe shkon të shtëpia me iPhone 16. Table tennis nivelit nalt. Ping-pong. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për ata që duhen marrë me këshyr ping-pong. Po shkojmë edhe me një pyetje të fundit për Ellin. One last question, Ellie. Which is the level of table tennis in England? Compared to the world? Yeah. We have some of the best players in the world. For example, a player called Tom Jarvis recently played in the World Championships and he reached the last 16 or quarter final. I don't remember, but he, I think it was the last 16 or quarter final. Jarvis. Tom Jarvis, and he... Thotë kemi një tenist, kemi nivelin e lartë dhe jemi në mesin e më të mirë nëse krahasohemi me Evropën dhe Tom Jarvis është një nga garuesit që ka arritur të jetë në top 16. And he beat world number 10 on the way to get to those later stages. Dhe ka arritur që ta eliminojë thot garuesin e 10 në botë për të arritur në këto faza. And then he lost very close to a Chinese national team, like number 3 in the world player. Dhe në fund në fazat përfundimtare ka psuar humbje, le të themi nga numri 3 në botë që është kinez. Chinese are well known. Of course, they are the best.
Litar kinez, janë 50 milion litar të regjistruar në Federatën Kineze. Edhe pjesa tjetër e botës se dia i ka 10 milion litar. Kështu që 50 million players. I think it's more. I think it's about 100 million. të registered in the association. Oh, okay, registered association, but yes. 50 million. Ta veç e paramenon që ata çfarë konkurrencë të brendshme kanë, edhe ata katër që e përfaqësojnë shtetin. 100,000 professionals. Wow. I thank you for being here. I hope to see you again. A pleasure, yes. Faleminderit Kastriot. Unë pindoj këtu do bileta për stafin e juve. Okej, Kështu që ju pres me ardhë në Prishtina Open 2025, perfekt. turniu në ping-pongut, kështu që Edhe me mundësi të iPhone-it. edhe me mundësi të iPhone-it, aty kush është fatlum ose fatlume nuk e dina, po pa bilet s'ki qësh me fitu, me bilet e kini për që nashta mundësi me fitu, po ki mundësi. Se mos me rrit punësi. Në tarë më dojnë amirit numrin e shpërblime, kështu që këtë vetë është një iPhone, është arritënarshëm. Unë këto masi është dhuratë kaq e mirë dhe simbolike, unë e kisha ndonë ndoshta me pjesën e telefonata në fund me dëgjuesit e Radio Dugaxhinit, mja udhon mundësi Shumë ide e edhe mirë. me shku me përcjell Shumë ide. ping-pongun edhe me hyrë lojë, pse jo? Kështu që ju faleminderoj dy vet. Thank you both. Faleminderit Thank edhe you. juve Thank you për very much. ftesën.